50 milion euro është fondi që qeveria shqiptare ka planifikuar të marrë kredi nga Banka Europiane e Investimeve për projekte që do të zbatohen në rajonin e Veriut, ku përfituese është Bashkia Shkodër. Projekti konkret është prezantuar në Shkodër me prezencën e përfaqësuesve të lartë të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe drejtuesve të bankës në prezantimin e planit të qëndrueshëm të lëvizshmërisë. Plani i mobilitetit të qëndrueshëm urban në fokus është qyteti i Shkodrës dhe i Velipojës. Dhe dyta është rruga e biçikletave përgjatë liçenit edhe bregut Bunës në territorin edhe të Bashkisë Shkodrës dhe në territorin e Malësisë Madhe. Plani ka 4 objektiva strategjik dhe 18 objektiva specifik, të cilët përfshin lëvizshmërinë efikase, që në fakt është reduktimi i trafikut dhe përmirësimi i menaxhimit të transportit. Lëvizshmëria e shëndetshme, që është ulja e ndotjes dhe përmirësimi i sigurisë rrugore, lëvizshmëria e qëndrueshme, që ka të bëjë me rritjen e përdorimit të transportit publik dhe ecjes me biçikleta, lëvizshmëria e drejtë, që është përmirësimi i aksesit për të gjithë qytetarët, mundësia për gjithë qytetarët që të kenë akses në të rrjetë. Krijimi i hapësirave të reja për parkim jashtë rrugëve, ky është një problem që ne e kemi sot dhe që është në prioritetet e këtij plani. Për drejtorin e projekteve pranë delegacionit të BE në Shqipëri, Hubert Per, dhe përfaqësuesin e Bankës Europiane për Zhvillim, Miguel de Santos Dias, ky është një moment kyç dhe një projekt konkret për veriun e vendit, investime të prekshme që arrin në vlerën e 50 milion eurove, si investime kapitale për banorët e këtij rajoni. Plani i qëndrueshëm i lëvizshmërisë urbane dhe rruga e biçikletave janë projekte që do ta transformojnë Shkodrën në një qytet më të qetë, më të pastër dhe më të përshtatshëm për banorët dhe vizitorët e saj. Plani merr parasysh zhvillimet mallore infrastrukturore që priten në Shkodër, si ndërtimi i autostradës Adriatico-Joniane, rehabilitimi i linjës hekurullore Vor-Shkodër-Hanihotit dhe ndërlidhja e Shkodrës me Kosovën përmes linjës hekurullore Shkodër-Gjakov. Një tjetër projekt mallor është ndërtimi i një itinerari të dedikuar për biçikletat përgjatë bregut lindor të liçenit të Shkodrës dhe lumit Buna. Ky rrjet do të lidhë Shkodrën me Malsinë e Madhe, Velipojën, Ulqinin dhe Shëngjinin, duke krijuar një nga korridorët më të bukura për ciklizmin në rajon. Bashkia Shkodrës dhe Malësia e Madhe po bashkëpunojnë ngushtë për të finalizuar këtë projekt, i cili do të ofrojë një përvojë të veçantë për turistët dhe do të promovojë turizmin e qëndrueshëm në rajon.